Allahu xhalla xhelaluhu nuk e lavdroi pejgamberin alayhis salam vetëm se për sjelljen dhe për edukatën e tij. S'ka dyshim se ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam gëzon një moral dhe një edukat përsosur sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në një nga fjalët e tij, pejgamberi alayhis salam e përmbledh misionin e tij duke thënë: unë nuk kam ardhur në këtë botë për gjë tjetër vetëm se të përsos edukatën dhe moralin e njerëzve. Edukatën me Zotin, edukatën me Islamin, me profetin alayhi salatu wasalam, edukatën me njerëzit e dijes, edukatën me obligimet rreth vllaznisë dhe bashkësisë, edukatën me njerëzit e tjerë edhe pse nuk janë musliman, edukatën me kafshët dhe me ambientin dhe me mjedisin, sepse nuk është edukata vetëm që të sillesh mirë për të pas klientel. Nuk është edukata që ti të vjelësh mbas sjelljes para apo pushtet. Edukata dhe sjellja është natyrshmëri prej së cilës zburon mirësia, edukata, sjellja e mirë, pa pas nevojë njeriu që të shtiret, pa pas nevojë që njeriu ta aktrojë. Kjo mund të jetë e gatuar tek njeriu, ka njerëz të tillë janë, dhe kjo mund të jetë me ushtrim dhe me edukim, siç përmendet në hadithin e njohur, ku pejgamberi alayhis salam vuri re tek një person dy, le të themi cilësi, dy atribute, i tha pejgamberi alayhis salam mes gjithë grupit, ata po vishin me taku pejgamberin alayhis salam. E ke parasysh gjithë grupi siç erdhën nga Jemeni, i lanë kuajt dhe devet atje me një anë, vrapë dhe kishin drejt o vëllezër, vallahi kishin drejt për Zotin, po i pristen xhami pejgamberi alayhis salam, përveç njonit, i lidhi kuajt dhe devet, u la, ndroi rrobat, u parfumos dhe erdhi i funit, këto ishin ul gjithë, kishte filluar biseda. I tha pejgamberi alayhis salam, inna fika la khaslatani yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Ti tha ke dy virtyte që i do Allahu dhe i dërguari i tij. Je i butë dhe je i qetë. Je i butë në natyrë, po edhe je i qetë, nuk ngutesh. Ai tha, o pejgamberi i Zotit, këto dy gjëra që mi përmende, a i kam pas kështu në natyrën time, apo i kam fituar gjatë jetës? Sepse njeriu kupton që kjo gjë duhet bërë dhe ushtron veten e tij derisa ta arrijë. Tha pejgamberi alayhis salam, jo, tha, Zoti ti ka kriju, i ke natyrshme, nuk ke nevojë të sforcohesh, nuk ke nevojë, burojnë. Edhe ai tha, falënderimet të takojnë Allahut që më ka krijuar me dy gjëra që i don ai vet dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam.